Mirdita dhe kalofshi një javë të mbarë. Sot një shok nuk erdhi në punë dhe e mora në telefon. Thash, çfarë ka ndodhur? Më tha që është i smur, ka një bakter. Dhe unë si gjithmonë dua të informohem, shkova dhe u informova. Ka një bakter që ai zbulova, që ai në qoftë se kjo ngjarje do të kishte ndodhur para vitit 1985, ky shok nuk do të jetonte më. Nuk ja thash këtë, por po ja u tregoj juve sepse u informova, kam qeq parë që po lexoj për të kuptuar se çfarë është ky bakter, sepse mund të prek edhe këdo. Meqense ai punon me ne, mund të na prek ne. Kështu që unë dua të jem të informuar. Atëre do ta filloj nga aty ku filloi çdo gjë. Pra në vitin 1982. Në vitin 1982 një mjek ose doktor i ri i quajtur Barry Marshall, në atë kohë ishte 30 vjeç, kishte filluar punë në një laborator. Një laborator dhe një vend ku bënin teste mjekësore. Dhe po bënin kontrole se si njeriu sillet, pra çfarë ha, si sillet trupi dhe njëkohësisht edhe aparati tretës. Dhe ky Marshall zbuloi diçka që askush nuk e besoi. Ai tha që ato probleme të gastritit që çojnë në ulcer, pra sëmundja e ulcerës, ato probleme të gastritit janë probleme të një bakteri. Dhe askush nuk e besoi, sepse që të gjithë merreni më mend në vit deri në vitin 1980 vdisin pothuajse nga 150.000 deri në 500.000 njerëz në vit nga ulcera, sepse pastaj fillon sëmundje kronike, pra probleme të zorëve të trasha, të stomakut e tjerë. Pra ky lloj bakteri shkakton pikërisht këto probleme. Dhe çfarë bëri ky Marshall? Barry Marshall, meqense këta nuk e besonin që ishte ky shkaktari dhe që me anë të këtij bakteri mundesh që të merri edhe sëmundje të rënda derisa të vdisje, ai bëri diçka. Ai zbuloi se si mund të bënte një lloj antibiotiku që të mund ta luftonte këtë lloj bakterin, por nuk mbaron këtu, sepse ajo që ndodhi më vonë është akoma më absurde. Pasi kuptoi se kush mund të ishte shkaku dhe kush mund të ishin pasojat dhe si mund ta luftonte atë, ai bëri diçka që asnjë mjek nuk e kishte bërë deri atëherë. Ai pas disa muajsh mori baktere, pra këtë lloj bakterin, dhe e futi në gojë. E futi në gojë që të kuptonte, me fjalë të gjithë ta kuptonin që çfarë mund të shkaktonte, që ishte ky shkaktari i problemit dhe çfarë mund të shkaktonte në trupin e tij, pra në stomakun e tij. Dhe kështu, pasi mori bakterin, nuk kaluan 3-4 ditë dhe ai filloi që të kishte dhimbje të forta. Pas dhimbjeve të forta, filloi që të kishte edhe disa probleme, jo vetëm me trurin, por edhe me imunitetin. Dhe aty zbuloi diçka të çuditshme. Zbuloi që përveç se të krijon probleme, siç thash dhe më përpara, të gastritit, por krijon probleme të ulcerës dhe pastaj sëmundje kronike derisa mund ta vdes një trup, sepse mund t'i krijojë probleme të rënda. Dhe kështu, pasi e morën shokët dhe mjekët e tjerë, specialistë gjoja këta më të moshuarit, ai u tregoi dhe antibakterin, ose më mirë edhe antibiotikun. Dhe kështu filluan që t'i bënin trajtimin. Merreni me mend, pas 3-4 muajve ai u bë shkëlqyeshëm dhe çdo gjë ishte mirë, çdo gjë e kaloi atë fazë dhe e kuptoi që të gjithë e kuptuan që problemi ishte pikërisht ky bakter. Ky bakter quhet Helicobacter, ose mirë pilari, për një fjalë pylori, Helicobacter pylori, diçka e tillë. Dhe nuk e mbaj mend mirë pylori, por Helicobacter. Ky është bakteri. Tani çfarë ndodh me këtë bakter? Ky bakter vdes tani në vitin 2026 për shembull, mund të vdes deri në 770.000 njerëz në vit. Pra vdesin nga gjysmë, nga 500.000 deri në 700.000 njerëz çdo vit nga ky bakter. Pse? Sepse disa nga trupat e njerëzve nuk e përballojnë dot. Varet nga ADN-ja, varet nga shumë probleme, sepse mund të jenë probleme zinxhir që i shkaktojnë trupit ton, që me kalimin e kohës i krijon probleme të rënda ky lloj bakteri. Dhe në vitin
1994 këta krijuan antibiotikun dhe që nga viti 1994 deri sot ka shpëtuar miliona njerëz. Merreni mend që në vitin 2025, në vitin 2005 i dhanë çmimin Nobel Barry Marshall, pra këtij që e zbuloi, që ishte ky në fakt ç'është e vërteta, dhe një Robert, se mbaj mend këtë një doktor tjetër, që ishte doktor më i moshuar në atë kohë dhe që qeshte kur ky Barry Marshall i tregonte me fjalë që për bakterin dhe për atë që kishte zbuluar. Tani, pse ja u tregova këtë? Sepse në radhë të parë njerë doja që t'ju informoja, sepse si që tash më përpara, keni një shok që është bashkë me ju, jeton me ju ose punon së bashku me ju. Nëse ai është i smur me një bakter ose një sëmundje tjetër, mund të jetë ngjitse. Dhe pikërisht ky lloj bakteri është ngjitës me anë të pështymës ose të puthjes. Dikush nga ju do thotë, po mirë, ai nuk do të puthi në buzë. S'ka rëndësi, sepse për shembull kur puthesh me njëri djersa e tij ose puthjet që bën, ka disa që puthin në buzë direkt, me fjalë në faqe, dhe lën gëlbaz, lën pështym. Ti duke u pastruar për shembull, nuk i vëre, sepse pastrohet këtu, pastrove gojën, nuk i lave duart, dhe mund të infektohesh. Dhe për dikë kjo ka disa raste që është edhe vdekje prurse, sepse si që thash më përpara, krijon efektin domino. Pra ky helikobakter, me një fjalë, merreni me mend se kur u zbulua në vitin 1982, dhe ne kujtojmë sikur kush e di se çfarë zhvillimi kemi bërë. Dhe në vitin 2005 i dhanë çmimin Nobel këtij Marshallit, doktor Marshallit, që bëri atë tentativë që se kishte bërë kush, pra të marri bakterin, ta pijaj, ta hedhin në bark në stomakun e tij për të kuptuar efektet se çfarë ka. Dhe në fund zbuloi një nga antibiotikët më të mirë, me fjalë që shpëtoi miliona njerëz deri sot. Dhe si stash që ky shoku tani që është sëmur dhe është shtrir tani, është në shtëpi, do kalojnë 7-8 ditë, parafërsisht sa të bëj atë ai ciklin e antibiotikut një javë dhe pastaj do jetë mirë. Por trupi i tij, sipas testeve që janë bërë, me një fjalë sepse varet nga trupi, nga probleme që ka, sepse ka dhe probleme tjera ky të imunitetit, që atëre që bëri atë gjilpërën që ju e dini shumë mirë, dhe merreni mend që ai, nëse do të kishte ndodhur kjo ngjarje para vitit 1980 apo 1990, kur u zbulua ky antibiotiku, ai nuk do të jetonte më, sepse me se do të kuroj. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për një rast të tillë, dhe ai kishit menduar këto që mund të ketë një shok tuaj, mund të keni një shokun tuaj që mund të ketë një sëmundje që ju nuk e dini dhe mund të infektoheni? Mbani mend që pjesa dërmuese, po thosë 90% e sëmundjeve transmetojnë pikërisht me anë të kontakteve, me anë të frymës, të gëlbazës, të pështymës dhe të marrëdhënieve intime. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni dhe shpërndani këto informacione sepse janë të dobishme. Ditë mbar dhe javë të këndshme.